Përshëndetje të gjithëve. Receta e ditës së sotme do jetë një mëngjes i shpejt por i shëndetshëm. Vetëm 5 minuta kohë në kuzhinë ju merr ky mëngjes. Brezi im është rritur me atë idenë që vezat janë jo të shëndetshme, pasi përmbajnë shumë albumin dhe shumë gjëra të tjera. Megjithatë, ditë ju them me ato që kam lexuar që vezat janë tepër të shëndetshme dhe mund të konsumoni sa të doni. Fillojmë nga puna. Vendosim një tikan në zjarr, të shtova pak vaj ulliri, vendosa edhe një fet buke në theksen e bukës, pastrojmë një kastravec dhe të gjitha këto ne i bëjmë në të njëjtën kohë. Më pas kastravecin e ndajmë në kubik të vegjël dhe e vendosim në një tas. Mëngjesi i kësaj dite është plot me proteina dhe për të pasur një shëndet të mirë, duhet të largojmë karbohidratet dhe të fusim sa më shumë proteina në regjimin ton ushqimor. E prem kastravecin në pjesë të vogla, por në pjesë të vogla do presim dhe një avokado. E ndajmë në fillim në 2 pjesë. Dhe më pas, me një thik, e presim këtu ku e kemi. Me një lugë e shkëpusim dhe del vetëm lëkura. I shtojmë pak krip, pak piper të zi, do t'i shtojmë një lugë me lëng limoni, ruajnë edhe ngjyrat kastravecin me avokadon, edhe një lugë vaj ulliri. I përzijmë të gjitha bashkë dhe sallata me kastravec dhe avokado është gati. Buka në tost tashmë është thekur. E kemi gati bukën, mund ta lyejmë me pak vaj ulliri. Megjithatë, me që gjiza ishte e fortë, unë shtova vajin e ullirit në gjizë. Shtova gjizës edhe shumë pak krip, pasi nuk ishte krip. Vaj në zjarr është nxehur. Shtojmë një vezë, po të doni mund t'i shtoni edhe 2 dhe nuk bëni gabim. Pak krip. Nëse ju pëlqen ta konsumoni surpull vezën, mund ta largoni nga tikani në këtë mënyrë, por nëse nuk e doni, ktheheni pak nga ana tjetër vezën. Këtë mëngjes unë e kam për vajzën time. E vendosim vezën mbi bukë, nëse doni dhe pak vaj ulliri, dhe ja ku e kemi gati. Mëngjesi i shpejt, pak përbërës dhe plot me proteina. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. E thjesht por tepër e shëndetshme. Ju falenderoj që më ndiqni.